Edhe operacioni fundit i firmosur 3 muaj më parë nga Italia, Prokuroria e Italisë, tregoi më së miri që bandit, trafikantë të drogës, ndikuan drejt për drejt në blerjen e votave dhe rezultatin final. Sigurisht që nuk mendoj kurrë që Rama të kalonte 68 mandate, apo 67 mandate, dhe jo me 84 mandate, dhe vetë është i habitur, bashkë me socialistët, sepse nuk ka fest tek ta, por unë duhet të ndalem edhe tek vetvetja, tek Partia Demokratike. E kam thënë dhe e them që lideri Berisha futi një frym, një optimizëm në gjithë Shqipërinë, i palodhur, në mëngjezin darkë, sidomos kur më vjen në Kuçov që u bë një miting super madhështor, me kërkesën time erdhi nga Selaniku para dite dhe mbërriti mas dite në Kuçov, i palodhur, por me keqardhje duhet të them që një pjesë e drejtuesve politik, të cilët kishin mandat sigurt për shkak të këtij sistemi të korruptuar dhe të kodit zgjedhor të korruptuar elektoral, ku drejtuesit politik dhe të listës së mbyllur përfituan, dhe një pjesë prej tyre nuk e ndiqnin dot ritmin e Zojt Berisha, por një pjesë arrinin Tiranë, një pjesë drekave, një pjesë e kishin mandatin sigurt, madje përçan edhe opozitën.